janë disa njerëz që janë akter dhe janë afër me pejgamberin alayhis salatu wassalam në të gjitha ngjarjet. Këta njerëz kush ishin? Ishte Ebu Bekri, Omeri, në të shumtën e rasteve, po ashtu zbashku me pejgamberin ishte edhe Uthmani, edhe Aliu radiallahu anhu. Vetë është Aliu radiallahu anhu i cili transmeton, sikur se thot Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thot çdo herë dilte, vinte, e shihnin pejgamberin sa me Abu Bekrin dhe Omerin. Do të thotë këta dytë kanë qenë të pandar dhe kanë qenë personalitete shumë të rëndësishme në krejt historinë dhe në misionin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ose e kemi rastin kur fjala vjen Abu Huraira radiallahu anhu thot një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte sipër një kodre apo një bjeshkë e vogël dhe aty lëvizi një gur. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ju drejtua asaj bjeshke, i tha ihda fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid. Tha qetësau o bjeshk se si për teje është një i dërguar i Allahut, aludonte në vetveten e tij, është i sinqerti Ebu Bekri dhe si për teje është një shahid. E kishte fjalën për Omerin radiallahu anhu dhe në fakt tani pejgamberi sa edhe e paralajmëroi Omerin se ai do të jetë në radhën e shahidave dhe ashtu ndodhi kur kur ai zjarpotisti bëri atentat në xhami duke falur namazin Omeri radiallahu anhu. Do të thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kujdesej për elitën në mesin e shokëve të tij. Me një kujdes të veçantë. Kjo nuk do të thotë që ai i ka anashkaluar të tjerët asnjëherë. Mirë po, vetë kjo metodologjia e pejgamberit alayhisalam dhe kujdesi i tij për elitën dhe elitarët tregon do të thotë vizionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe historia islame, çlirimit që kanë ndodhur në historinë islame, përhapja e civilizimit dhe qytetërimit islam është dëshmitari më i mirit që tregon pikërisht për këtë aspekt se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdesej për elitën